Një tjetër klub i madh raportohet se i është bashkuar garës për transferimin e mesfushorit të Klub Bryzhit, Ardon Jasharit. Sipas gazetës angleze Mirror, Manchester United është skuadra e radhës që ka shprehur interesim për mesfushorin me origjinë shqiptare, i cili luan për përfaqësuesen e Zvicrës. Gazeta angleze po ashtu ka raportuar se tashmë United ka nisur bisedimet me drejtuesit e klubit belg. Klub Bryzh ka refuzuar ofertën e Fulhamit dhe West Hamit për Jasharin. Interesim më herët për mesfushorin e talentuar të Zvicrës kanë shprehur edhe Manchester City, Paris Saint-Germain dhe Milan. Jashari me Klub Bryzhin ka kontratë deri në vitin 2029.